Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje. Studia hapur në gjuhën shqipe vazhdon edhe këtë javë për të diskutuar aktualitetet politike këtu në vend. Sigurisht se vendimi i Ivanovit për të ftuar partitë politike shqiptare dhe partitë tjera, do thotë parlamentare, ka qenë në qendër të vëmendjes. Por për të diskutuar në gjitha këto aktualitete politike, sot kam të ftuar analistin politik zotri Njazi Muhameti. Zotri Muhameti, mirë se na erdhe. Nasi që vi kam në studio. Po, përmërës. Ndërsa nga anën time të majtë kam analistin politik Kenan Aliu. Zotri Aliu, mirë se na erdhe. Mirë si u gjeta. Për herë të parë shpresoj që t'ju kem edhe rallave tjera. Faleminderit. Zotri Njazi, po fillojmë për juve sfari t'i kthehemi vendimit të Bashkimit Demokratik për Integrim për të mos bëhat koalicionin cilën e ka pas deri më tani me VMRO DPMN. Si e pat ju vendimin e Bashkimit Demokratik për Integrim? Ishte diçka se do t'jene këto lëvizje të pritshme nga ana e BDI-s, për arsye se për njëherë promovoj lëvizjen e saj brenda 5 opsioneve, do më thanë varet për situatës ose kalkulimeve të ndryshme që ka marrë se cilin mendoj më në fund do të përcaktohet. Kështu që ndodhet sikur një përcaktim pak i pat definuar edhe brenda këtyre 5 opsioneve që i pat BDI-ja, dhe me këto edhe dështoj do të thotë që krijimi i qeverisë prej mandatarit të parë që ishte caktuar. Sigurisht që mund të ketë edhe arsye të tjera se ka indikacione se deri më një periudhë të caktuar të ditës ka pas një qëndrim gati se të prerë, mandej diçka mbas orës 18 që ka ndodhur një farë kthese, nga cila anë si ka ndodhur dhe a do t'jetë ajo kthes që do të determinoj dhe këto zhvillimet nga mbrëmjet që në pozicionimin e saj për koalicionim, do të tregoj koha. Se po thoni janë të pritshme, keni prit një vendim të tillë të BDI-s? Të shqiptaj përgjithësia për të koalicionuar ose mos të koalicionuar, sigurisht që ka qenë e BDI-s vetë, edhe asaj strukturë që drejton, se ajo ka përgjithësi para atij elektorati së cili se ka marrë votat, dhe këto gjërat ne nuk do të ngatrojmë që qoftë si analist, qoftë si opozitar, ne të flasim në emër të atij elektorati, ose ta dirigjojmë këtë që të veprojë në kundërshtim me atë, ose të veproje diçka që domosdoshmërisht do të vinte në një situatë shumë të komplikuar, bile edhe disa interese të shqiptarëve në ndërtim. Këto gjëra ne duhet t'i dajmë edhe kur bëjmë analizë, edhe kur bëjmë, domethënë, shprehim pozicione të ndryshme, qoftë partijake se të tjera. Dhe të mos krijohen konfuzione të panevojshme në bazë të interesave që dikush don t'ia diktojë tjetrit. Zotër Aliu, po vendimin e Bashkimit Demokratik për Integrim tashmë ka sjellë një konfuzion edhe në gjithë situatën politike këtu në Maqedoni. Si e pat ju në atë prizmin e juve këtë vendim? Po, kam një mendim të përhapurt me profesorin. Unë është gjitha teoritë këte e pranojnë se një parti politike me subjektivitetin e vetë ka autonominë e vetë për vendosje, për çështje politike, dhe ndaj edhe këtë të drejtë ka edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Megjithatë, unë si opinionist nga këndvështrimi im, edhe çdo kush ka të drejtë të komentojë një vendim të tillë të partisë politike, edhe pse është ajo vendim autonom. Këtu ngërthehen disa çështje me vetë deklaratën e nënshkruar nga përfaqësuesit e partive politike shqiptare, ngërthehen edhe çështje tjera që shtrohet një dilemë se a do të ishte për shembull një vendim i Bashkimit Demokratik për Integrim me numrin e mandateve të deputetëve që ka fituar e drejt ekskluzive autonome për të vendosur për një vendim kaq të serios, senzitiv politik në këtë kohë, në këtë konstelacion të forcave, të numrave, është çështje që duhet të diskutohet. Megjithatë, unë nga prizmi im këtë e pash një veprim shumë që vazhdoi në heshtje, një veprim i një partie e cila kishte një ortaki të gjatë politike me VMRO DPMN, ishte në dilema të mëdhaja se cili do të ishte epilogu i fundit për të vendosur për një shkurorzim politik me një partner kaq të gjatë.
Në fakt, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk u prononcua se nuk refuzoi koalicionimin me VMRO DPMN, nuk preferoi asgjë, por në heshtje i kaloi 20 ditet që kishte mandatari konform Kushtetutës së Republikës Maqedonisë. Do me thënë, me fuqit Kushtetutës skaduan 20 dit, andaj Bashkimi Demokratik për Integrim, sipas mendimit tim, nuk u paraqit si një subjekt politik me performansë tani më me një përvojë demokratike, me një vendim të qartë spaku për antarët e vetë, e mandej edhe për opinionin shqiptar, në rastin konkret edhe për shqiptarët, se cili është qëndrimi konkret vis-a-vis një partneri politik me të cilën kaloi një dekadë në pushtet. Andaj kjo heshtje e Bashkimit Demokratik për Integrim, duke synuar në sintagmën se ne po vazhdojmë të analizojmë 5 opcionet edhe më të tje, kjo në opinion shfaq një dilem se vërtet edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, duke shikuar, mendoj që do të bisedojmë më vonë edhe për këthe, edhe që prononcimin e kryetarit Ivanov Mbrom që pat, edhe BDI-a si duket është një protagonist për efektuimin e ndonjë momenti tjetër politik. Zoti Mahmeti, a mendoni se vërtet kanë qenë ato 5 opcionet në temë diskutimi, apo ka pas diçka në prapavi që është më sheft, para se cilës BDI-a ka qenë shumë e vështirë për cilë një vendim në koalicionim që konë me VMRO? Por është kuptueshme, prandaj edhe i liferojnë ato 5 opcione që të kenë hapësirë manovrimi, bas situatët që të vjenë. Dihet edhe një gjë se nuk e ka edhe shumë, asë që e ka pas shumë letë shkëputjen. Edhe në veprimet e tashë të qeshme që mund të bëhen nga BDI, ose që mund të pritin se mund të bëhen, prap do të ketë një loje manovrimeve brenda këtyre, prap që e thonë se 5 opcionën, përndrysh atë që tha edhe Qemali, një opcion u shfridzu, u hargjohu, tash kanë betë të zëmë 4. Unë besoj se ende do të rotëlloj veprimin ose pozicionimin e saj politik për të marrë vendime, njësoj si e rotëllojnë në periodën e mandatarit të parë. Përshtypja ime është, për arsye se kam edhe përshtypje se bile këto e ka më vështirë të përcaktohet, do të mbështes tash mandatarin e dytë që do të bëhet, ajo do të ishte bjefjala sot nesër ose në mënyrë më urgjente se sa që ka pas 20 ditë të manovroj dhe të maj në konfuzionin dhe opinionin publik, po edhe antarët e kështu që unë e shoh se mund të ketë tash edhe manovrimi i saj brenda këtyre opcioneve gjoja, si të themi, do të jetë bile më i rëndë për të vendosur, për arsye se nëse brenda një koalicionimi 8 vjetë ose 10 që kanë qenë, nuk ka diçka që kishë mund të shkëputet, konkretisht në liderin e BDI-s Sali Ahmeti, atë dihet edhe fundi edhe i këtyre manovrimeve me rastin e marrjes së mandatit të dytë nga mandatari tjetër. E potencova këtë, do thotë, si një segment, ajo pika e 6, ta themi, e cila është në nhije, për shkak se në media tashmë kanë filluar disa spekulime se krejt diçka tjetër ka qenë në tavolinën e bisedimeve dhe jo 5 pikat të cilat është referu BDI-a. Mirë pa ajo të mbetet, do thotë, në vetë atë të BDI-s. Mendon për 5 pikat e platformës? Jo, ka qenë diçka krejt jashtë 5 pikave, një pikë tjetër brenda partijak, e cila është zhvillu. Mirë pa ajo le të mbetet, do thotë, BDI-s. Po, dejes, ne që jemi më gjatë si vëzhgues të jetës politike, këto është edhe Qenani, ka disa gjëra që synojnë të reprizohen nga viti 92 në atë rolin që lunte PPD-ja në të shtëqyrë që faktikisht u instalu në jetën politike të shqiptarëve, partner strategjik të njërës parë se të qetërës parë, dhe unë shikoj këto elemente të një reprize që duan të bëjnë të doja bloqet politike maqedonëse, një reprizë pak më ndryshe të rolit dhe të pozicionit të shqiptarëve në vitin 92, ku ka rrezik që edhe kjo situatë të nishme që në një fardore shqiptarit i ka bërë qest të gjitha varianteve, mund të digjet, po ashtu jo për interes të shqiptarëve, së paku në tërsinë e këtij pozicioni.
Zotri Aliu, sa ishin këto 20 ditë mjaftueshme për të diskutuar vetë BDI-ja brenda organeve partijake dhe për cilë një vendim? Më duken që kanë qenë shumë të mjaftueshme këto 20 ditë për të përcaktuar. Po, zoti Kryeziu, për një parti moderne dhe një parti që ka të targetuar veprimin e saj politik konform programës që ka, konform platformave, 20 ditë që është afat kushtetues për vetë mandatarin, apo 20 ditë për vetë partin politike e cila në një farë mënyrë, në mënyrë metaforike, themi se e ka qelsin me ato 10 mandate për vendosje, jo që janë shumë, ajo, si shta dhe profesori, ajo është vetëm një manovrim karshi opinionit, se ne nuk dim se prapa dyerve se çka debatohet, ato mund të jenë krejtësisht debate formale, analizat nuk bëhen duke punuar ka 24 orë në seansa permanente të një kryesie qendrore. Në seancat nuk bëjnë analizë, marrin vendime. Ajo mund të jetë një manovrim, megjithatë thash se këte Bashkimi Demokratik për Integrim e kaloi në heshtja e nuk pati prononcim të qartë dhe ajo që shikoni ata edhe kur 20 ditë kur gjoja analizojnë më në fund prap në 5 minuta më 12 deklarojnë se akoma janë të hapura 5 opsionet. Nuk thonë se është harxhu veç me fuqitë kushtetutës njëri opsion. Domethënë kanë qenë sigurisht nga mos pagjumësia të lodhur dhe thonë të analizojnë 5 opsionet. Mendoj një parti serioze nuk duhet të sillet në atë mënyrë. Megjithatë ne jemi këtu për të vëzhgu, për të monitoru nga këndvështrimi i opinionit ton, se si vepron një parti e cila pandehen se përfaqëson shqiptarët në Maqedoni, a në fakt rezultati tregoi se edhe Bashkimi Demokratik për Integrim tani nuk ka forcën dhe peshën politike për të thirrur se përfaqëson shqiptarët në Maqedoni. Por ajo që vetë numri matematikor i 10 mandateve, ashtu edhe të partive tjera shqiptare, përcakton peshën politike, kjo është veç një moment tjetër në politikë, prandaj dhe kam thënë se demokracia ka njëherë një popull i barazin ja sjellën në tavolin, por me zort demokracia si sistem nuk mund t'ja imponoj një populli. Ai popull me përfaqësuesit e vet, sepse kjo është demokraci përfaqësuese, duhet ta efektuoj atë që demokracia ja solli në tavolin. Mbas e thon politika është art i sëmundshmës, unë kam potencuar disa herë në qasjet e mia. Asnjëherë në politik, kjo është një sintagme e njohur, nuk të ofrohen dy alternativa të mira. Politika është një zanat shumë senzitiv, por mund të ofrohen dy alternativa të këqija, kushtimisht thënë, por mjeshtria në politikë është të zgjedhësh atë që është më pak e keqe në rastin konkret të formimit të qeverisë, alternativën e cila është në favorin e popullit shqiptar që jeton në Maqedoni. Zotri Mameti, e potencuar se njëri nga opsionet, veç njëri nga ato 5 pikat ka ra në ujë. Nga ana tjetër, do thotë Bashkimi Demokratik për Integrim tha edhe në 5 minuta në 12 se 5 opsionet mbeten të hapura. Mos le këtë opsionin e 5 prap të mundshëm, do thotë një koalicionimi të VMRO-s në një variant tjetër. Nuk ka shanse tash edhe kushtetshmërisht edhe në kjo lojë ka mbaruar me mandatarin e parë. Çdo obstruksion që mund të bëhet që të kthehet një situatë me një mandatarit të dytë në brenda një partije, është kushtetshmërisht absurde, edhe pse nëse siguron 61 deputet, prapë është gjithçka e mundur. Po, por një duhet të sprovohet mundësia e mandatarit të dytë, dhe këtu krijohet poshtë edhe një konfuzion që mendoj kërkohen disa edhe interpretime. Unë e quaj e kam analizuar dhe bile më tepër këtë deklaratën e Brukselit, kur para se presidentit të përcaktohet për mandatarin e radhës që mund të jetë, ato dolën me një qëndrim që presidentit duhet t'i mbledh partitë, që në mënyrë indirekte nënkuptohet se bjen në ujë tash, këtë që mund ta bëj presidentit që të bjen në ujë, do të thonë radha e mandatarit të dytë që ka një shumicë të parafort parlamentare, ose që mund të krijojë një shumicë prej 61. Ky konfuzion më duket se u shfryzoi mjeshtërisht nga presidenti edhe i thiri me të shpejtë. Këto është defekti, sipas mendimit tim, të analizës time, deklarata e shpejtuar, ndoshta edhe jo precize, mund të jetë precize, nuk e di se çfarë mbolojnë ato me këtë, me atë që presidenti të thirr
bisedime të gjitha partitë, ashtu a desh të veproj kur ishin rezultatet jo aq të qarta se ke një shumicë të formuar, edhe para mandatarit të parë, do të ishte bile më e logjikshme ai takimi kryetarit, ai bisedë me të gjithë se sa tani. Kështu që kjo e shfrytëzoi tash edhe në mënyrë elegante mbrëm tha, bani kush do t'i bëjë 61, do ta njosi mandatar, e shkurton edhe pak kohën do të thonë, nuk do të pritet edhe 20 ditë tjera prej mandatarit të dytë, ta do të formoj, as do të formoj. Ndoshta edhe ka informacion se si të pres ky mandatari i dytë 20 ditë, si të vendos këtyre ditëve mund të jetë një rezultat i përrafshëm atë që tha Qenani, që prap të dalën këto 5 opsione me një definim nga ana e BDI-s, definim si jo definim, për arsye se absolutikisht asnjë në variant, dash e parë, dash e dytë e mandatarit, edhe mandatarin e tretë po ta citosh, qersi që e keq përdorën vetë BDI, qersi janë ston, po kush dhe përdorë, si dhe përdorësh me kallose, është pak absurde, ama është në lojë se pa BDI-n as mandatari i radhës, në këtë rast që mund të jetë Zaevi, s'ka shansa. Mund të mblidhen 10 të bëjnë këto grupacionet e tjera shqiptare, pa 2 ose 3 nuk mund të bëhen. Mund të bëhen dhe një lojë nëse tenton BDI të ikë në mënyrë të thëmë dinake ose në mënyrë pak të kamufluar vëmërosh, shkëput një fraksion me si të themi brenda vetës me deje, hidhen e ju këndej, se nuk jemi për këtë, ne jemi këtë në bashkëpunë, ne rrim në opozitat që përmendën ne të mbesëm në opozitë, si të mbesesh në opozitë, ku vetëm me votën, me mandatet toje krijohet e qeveri. Ishte një kohë dhe loja e PPD-s që u bë 10 vjet e jemi në qeveri, jemi koalicion konfliktuale, thoshin, nuk pajtohemi, por politika qeveritare shkonte në dëm të shqiptarëve. E tash, edhe ky manevrim që thotë se mund të rinë në opozitë BDI, s'ka shanse të rinë në opozitë pa u formuar qeveria. Qeveria nuk mund të formohet së paku pa 3 mandate të BDI-s, nëse bëhet në këtë mënyrë, do të thonë do t'ja hedh koalicionit të vetëm më pashëm, se që u shkëput grupi im prej këtë s'mund t'i dirigjoj. Ajo loja është shumë e lezetshme dhe mund të ketë sanksione politike nga partneri i parë, janë të llojeve të ndryshme, varet tash sa e ka veten të pakapur personalisht Ali Ahmeti nga gjithë ky koalicionim i VMRO-s, dhe nëse nuk e ka, mund të marrë vendime konforme dhe interesit edhe të partisë edhe të situatës. Nëse e ka, miro pafshim se mund të kalojë ky këndej, përveç nëse përdorat që themi trukun, gjoja u shkëputën në pjesë, edhe pse realisht ka, edhe aty ka jo fraksione, ka 4-5 vetë që 2 për e cilve dhe kanë qenë ministre, s'kanë qenë kur as PPD, as BDI, as janë bërë ministre të uvë. Edhe tonë privilegjet e qeverive të më pashme janë ata që i kanë gëzuar, me afër LSDM-s, dhe është shumë e kuptueshme që ato të shkëputën. Po mos e kishe autoritetin edhe statutar kryetari Ali Ahmeti që të ato. Ndoshta bin në ide do një shkëputje me marrëveshje të fshehtë brenda tyre që mund të jetë shumë e lezetshme edhe nga ana e VMRO-s, se kjo është një sikur që ketë bërë rregull në VMRO-s dhe ka opsione shumë, do thotë mbeten këto unë besoj se kjo lojë e opsioneve, nëse nuk mbaron këto ditë, që është mos humbim se me kushtetuar, tash presidenti ka një hapësirë kohore për 8 ditësh që mund të manovroj me takime me këtë matë, edhe 10 të që ban një humbje kohë kotë që unë besoj se mandej mund të vej deri te një Përzhina 3 me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve dhe të formulojnë një koalicion të zgjeruar me të gjitha partitë ku janë e kursion, që të shkëputet kjo lojë lodhshme e kalkulimeve politike do ketë si do bëhen, në çfarë interesi do të jetë interes thjesht partia ke njërës pali tjetër, kështu që
Unë e kom thënë më një rast që ne duhet të dim si qytetarë, përso se është një krizë gati dhe institucionale, të që ngatrohë dhe krizë edhe bile kushtetuese, se s'mund të manovrosh në formulimin as të krijimit të parlamentit, shumicës parlamentare, as të zhbërjes. Vinë zgjedhjet të tjera lokale, humbin afatet kohore të njerëz të tjerë, vinë presidenciale, mund të bëhen një konfuzion aq i madh edhe institucional këto në Maqedoni, sa që prapë do të përsojnë qytetarët. Veç më kanë fillu ato spekulimet e para se zgjedhjet lokale duhet të shtyhen për 3 apo 4 muaj. Mund të bëhet një ngatresë aq e çuditshme, por qytetarët gjithë do të humbin. Kjo krizë për partitë që janë në pushtet dhe në opozitë, që kanë edhe komuna, që kanë kapital të fortë, është edhe për mediumet afër tyre, është një gurbet aq i lezetshëm, sa që të mund të qënë me vitet të tëra, po të mos ishte më të humbet edhe kuptimi i funksionimit të shtetit në rrafshin institucional. Zotri Aliu, vendimi i Bashkimit Demokratik për Integrim ka forcu BDI-n tek elektorati apo ka forcu VMRO-n? Aludonit vendimi që nuk mbështeti VMRO për të... Për shkak se ka disa analiza, disa thonë se ka fuqizu, do thot fuqishëm tek elektorati i Maqedonës vetë VMRO-n me këtë vendim që i bëri BDI-a, për shkak se VMRO-ja tani më mund t'ju thot elektoratit Maqedonës që unë nuk ju dhash asgjë dhe për atë nuk koalicionun me mua. Nga ana tjetër, në rrjetet sociale, Ali Ahmeti dol si shpotimtar nga ky vendim. Fitim, çfarë do kamuflimi nga ana e cilit do që të bëhet nga radhët e Bashkimit Demokratik, ky kamuflim thon ata petulla nuk do të pijnë ujë, nuk shkon te elektorati. Kjo ishte ashiqare se një veprim në heshtje, në fakt nuk refuzuan ata atë koalicionim, por ajo kaloi në heshtje, si shtash edhe pasër, me fuqit kushtetutës skadoi afati 20 ditësh. Dhe ata vazhdojnë edhe më, do me thonë, nuk pat ndonjë prononcim të qartë se refuzojmë apo pranojmë koalicionimin. Për arsyet janë atë ceku edhe publicisti, të disa variante janë se si është ndiku deri te ai qëndrim i pa qëndrim, do me thonë as jo, as po. Megjithatë, ajo që duhet të theksoj se vendi, simbas të gjitha teorive politike dhe juridike, që moti, por sidomos prej mbrëm, është në aspektin juridik i kollabuar. Teoritë politike, një gjendje të tillë, me një zbrastira të hatashme kushtetuese dhe me një tension të tillë politik, me një ngërç të tillë politik, teoritë këte shtete të trajtojnë si shteti dështuar në aspektin juridik. Sepse, nga brëm, si shta dhe profesori, edhe brutësoshi drejtësisë e din, unë po flas nga vokacioni tash, se tani vendi brëm është në krizë edhe më të thelluar edhe në dimenzionin kushtetues. Kam pas disa qasje para një muaje, se në Maqedoni, në krahasim me disa shtete tjera, të cilat e kanë të reguluar me norë kushtetuese, se cili organ, cili trup më një shtet e bën të interpretimin e dispozitës kushtetuese, apo dispozitave kushtetuese, qoftë në aspektin logjik, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin juridik e kështu me radhë. Ka disa qasje në Maqedoni, në dispozita taksative për shembull, të gjykatës kushtetuese, nuk parashihet se gjykata kushtetuese ka kompetencë të bëj interpretimin e dispozitave kushtetuese. Nuk parashihet as te kompetenca taksative të kuvendit të Maqedonisë. Parashihet interpretimi autentik i ligjeve. Edhe pse kushtetutën e sjell parlamenti. Ka shtete që këtë çështje ja kanë dhënë këtë autorizim, ja kanë dhënë organit që sjell kushtetutën, gjykatës kushtetuese apo ndonjë trupi tjetër profesional. Pse e them këtë? E them këtë se edhe kabineti presidentit Ivanov, edhe vetë presidenti Ivanov tani e interpreton dispozitën kushtetuese në 90 në stilin e lirë. Ti lëm në megafonet e partive profesor universitar Macedonas, për shembull, që ashiqare ata interpretojnë nga këndvështrimi i tyre në favorin e VMRO-DPMNE-s. Apo profesor tjerë, ekspert juridik, të cilët mund të thuhet se gjoja e interpretojnë në favor të opozitës. Jo, nuk ka organ kompetent nga e cila do të rrithe interpretimi dhe do të thuashte se kjo është fjala e fundit që do të ishte imponum. Gjorgje Ivanov nuk e respektoi praktikën parlamentare, qish kur ja dha mandatin
mandatorit. Këta takime që i bëri dje është dashur t'i bëj në 10 ditëshin e parë, para se me mandatu, me abesu mandatin përfaqësuesit të koalicionit të VMRO DPMNE-s. Dhe kur të vinte e 9-a ditë, ai si president duhet të njoftoje kombin se nuk jam i bindet se kanë ofru mund të mbledhin shumicën, megjithatë unë duhet të kryj veprimin tim, obligimin tim kushtetues dhe duhet t'ja nominoj besimin një koalicioni. Në atë rast, sipas një logjike, do t'ja nominojmë subjektit apo koalicionit që ka më shumë mandate. Por vetëm atëherë, jo për një start. Këtë praktikë vetë e zbatoj, tani nuk e realizoj, prej mbrëm u prononcuar se nuk e realizon, tani kërkon argument bile duke i te i kaluar kompetencat kushtetuese, duke te i kaluar. Prandaj edhe prej mbrëm vendi është edhe në krizë kushtetuese. Presidenti Ivanov është i dirigjuar metaforikisht në bazë të ndonjë telekomande politike, ajo është totalisht i instrumentalizuar, ai me mbrëm ka nënçmuar në mënyrë të skajshme të gjithë inteligjencën e qytetarëve të këtij vendi, mos bëjmë fjalë edhe për profesionistët. Ai nuk veproi në pajtim me kushtetutën dhe presidenti Ivanov, simbas mendimit tim, është një prej faktorëve që ka kontribuar në thellimin e krizës, sepse ai tani është zhitur, simbas mendimit tim, në alternativën, në skenarin e partisë VMRO DPMNE, por edhe si protagonist në heshtje edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim që vendin të çojë në zgjedhjet parakoshme. Dhe kjo është skenari që tani është i implikuar edhe vetë presidenti Ivanov. Zotëri Mahmeti, ishin këmbgulës nga Bashkimi Demokratik për Integrim se parimi fitus me fitus duhet zbatohet me çdo kusht dhe se nëse nuk zbatohet tash do të na kthehet neve shqiptarëve si bumerang. Nga ana tjetër, do thotë vetë nga Bashkimi Demokratik për Integrim një blok tjetër thanë se nuk është patjetër që kjo të zbatohet. Ju duket kjo konfuze pa kjo edhe pse nuk u zbatu kjo teori? Po, mirë po, kjo konfuzitet nuk shpërndahet vetëm brenda BDI-s, mirërisht shpërndahet edhe brenda opinionit shqiptar, dhe duhet të shpjegoj me këtë rast në këtë emision. Nuk është parimi fitus me fitus, por ka qenë një qëndrim që është shumë i vlefshëm bile për interesat e shqiptarëve, që çdo parti maqedonëse që do të krijojë një shumicë që do të marrë mandatin për të krijuar një qeveri, absolutikisht si partner të dytë për shqiptarëve, nuk mund të marrë partnerin me cilin don ai, me ndonjë legjitimitet elektoral të dobët, për arsye se përputhen interesat grupore të atij grupi, si parim që u vendosej në rastin e parë. Ani se nuk është i shkruar, nuk më intereson më është në marrëveshjen e majtë. Rregull e pa shkruar. Ka parime politike që funksionojnë si konvenca politike në bazë të praktikës, që tregohen si të dobishme, pa qenë të shkruara edhe në kushtetutë. Bile kushtetuta s'ka drejt të normojë sjellje politike të aktorëve politik, që thonë se pse nuk është në kushtetutë. Mirë po, kjo se çdo parti shqiptare që ka së paku një legjitimitet më të shtrirë kërshej rivalëve të tjerë të partisë shqiptare, absolutikisht se do të jetë si praktike shqiptare. Kjo nuk do të thotë që të keq përdoret se në negocime për koalicion, kjo që e ka i pari të sprovoj këtë princip ose këtë praktikë politike, të thotë se absolutikisht me çdo kusht unë do të jem me këtë. Aty ky do të rrinë në qëndrimit e veta si parti e parë e thirrur nga VMRO-ja nga LSDM-ja, nëse nuk përputhen edhe ai don t'ja rrëzoj pazarin, ja ka bën me sy partisë tjetër se këtë unë do ta refuzoj, vej te partia e dytë ose e tretë shqiptare, atëherë ky duhet ta mbrojë atë parim se legitimiteti më i madh nga cila parti shqiptare përfaqësohet, absolutikisht se partitë maqedonëse nuk do të anashkalojnë këtë princip dhe me të drejtë ato mund të thonë se nesër çfarë mund të ndodhë, po të bëhet si praktik. Kjo. U anashkalojnë se u tërhoqën vetë shqiptarët nga ky parim që e dini u si u arrit me ato demonstratat ose para konventeve këtë që doli si parim i dobishëm se kështu kanë funksionuar manipulimet e Maqedonës me përfaqësimin shqiptar në atë. Nesër, Zotëri Mahmeti, po kjo është ajo diskutabile. Që tash ku mund të dalet tash sa keq për shqiptarët. Bile në krimin e kësaj qeveri, po që se ndodhë me LSDM-n,
do kesh disa elemente të keqpërdërimit të këtij legitimiteti, në zgjedhjet e tjera, miropafshim shqiptarë, mirë që na shoqërohet në zgjedhjet parlamentare, ne do zgjedhim qoftë VMRO-ja, qoftë LSDM-ja, një grup prej 3-4, varet sa do të dohen ato deputetësh, dhe absolutikisht ato pazare nuk do të bëhen pazare për interesat të shqiptarës, edhe tash ka tendenca të tilla, dhe ato përplasjen brenda partive shqiptare janë përplasje interesash brenda tyre dhe pozicionimeve, edhe grupet e caktuara brenda. Kështu që unë e mbroj atë që ky princip nuk guxon të shkelet, dikur mund të instalohet edhe mund të riformulohet edhe në si rregull ligjore si tjetër. rregull, por në politikë funksionojnë rregullat edhe mbi kushtetutën nëse ato janë të pajtoshme për t'i dhënë funksionim relaksim politikës. Por jo për të thënë se ne jemi fitues me fitues, nuk ka atë. Po do të thonë fituesi dhe fituesi në anën shqiptare që përfaqëson legitimitetin më të gjerë të vullnetit politik dhe elektoral të shqiptarëve. Unë këtë qëndrim e mbroj. Anë si kanë dalë ato një grup prej atyre, thash janë grupi që privilegjet më të mëdha në 3-4 qeveri edhe të PPD-s të qeveri kanë shfrytzuar, mandej u rikuperohen në mënyra të çuditshme në BDI, nesër mund dalën diku tjetër. Ajo është gjithçka në rregull. Mirë po, nëse është dashur të kallëzon fuqi ose vendosshmëri BDI-ja vizavi Partisë Maqedonës e VMRO-DPMN, ka pas cikle zgjedhore në të kaluarën kur ka dashur ose ka qenë pjesë e qeverisë ose ka mund ta lëshon qeverinë. Mirë po tash kur ishin më këmbgulës që parimi fitues me fitues duhet zbatohet, ato në këtë moment nuk e bënë. Kjo është pak diskutabile për opinionin, për shkak se ishin vetë ato të cilët këmbgulen që zbatohet ky parim. Nga ana tjetër tash e shkelin vetë ato këtë parim. Tash atë që tha edhe qenon se këtu ka një lojë e fshehtë që luajnë, ndoshta jo brenda. Jo rastisht e potencova atë pikën e 6. Ashtu. Edhe tash ato e kanë thënë si shpëtim këtë brenda vetes, por sprova se a do shpëtojnë këto me këtë ku kanë gabuar herën e parë, se që është tash si do veprojnë me mandatarin e dytë, si do t'ja harxojnë kohën, si do të përfundojnë gjithë atë formulim të diskursit, se pse edhe me këtë nuk shkohen, edhe ato e dinë se çdo hap i BDI-s me këtë rast, automatisht vetvete u vjen opsionet të tjera. E opsioni më së paku e opsioni edhe përfundimtar mund të jetë i qeverisë së zgjeruar të gjitha partitë në një vend. Kur jemi edhe eventualisht mund të ketë rezistencë edhe prej VMRO-s, mund të shkohet me një qeveri ekspertësh, ku prap do të humbet edhe faktori shqiptar, njësoj si në 92-shin, edhe nga prononcimi i presidentit Bram, ajo që ishte për mua më shqetësuese, se ai doli si cenzori i programi politik të mandatarit të ashëm, se cakton limitet që nuk është funksione dhe ku vendi e zgjedh qeveri. Kompetencë kushtetuese aty. Ajo qeveri, ai program miratohet në kuvend me shumicën që e ka dhe kundërshtohet nga opozita që do të jetë. Gjykata kushtetuese ose ky si garant i unitetit të mëngjesit s'ka fare bazë të ndërhyj të cenzuroj. E tash mund të jetë një marrëveshje brenda Maqedonisë ndaj platformës shqiptare për të rrezuar në mënyrën më elegante që të i hapet mandej hapësira mandatarit të ashëm në këtë rast Zaevi ose kush do të jetë ose qeverisë që unë do ta bëja, do t'i pranoj kërkesat tuaja, më tash më cenzuron kryetari këtë, ai do ta lëm për herën tjetër, ta formojmë qeverinë tash. Në mënyra më elegante për të rrezuar disa pika që unë besoj se janë kyçe për interesat e shqiptarëve, për ta zgjuar në këtë mënyrë, edhe ky rol është për mua shumë i çuditshëm se sa shpunë e tij, ashtu. Edhe është një goditje shumë e drejtë për drejtë ndaj të gjitha partive shqiptare që pretendojnë se do të përbëjnë shumicën parlamentare kërshi në qeverinë e ashme të mandatarit të ashme. Kjo është për mua shumë shqetësuese, një ndërhyrje në kushtetutë të këtij presidenti që është edhe profesor universitar, jo se nuk i di ai. Po ai ka qenë nga kushtetuta e parë krahu më radikal për fshirjen e gjithçka që ishte shqiptare në kushtetutën e parë, ka shi të tjerë, mandej ranë më një kompromis ato që po ashtu është në dëm të qeverive. Kështu që këto unë e shikoj rrezikun më të madh se sa atë mundësinë që ka thonë bani ju, urdhoni, merrni në shkrimet, krijoni, por
tash mund të bëhet. Por kjo përpjekje për cenzurim, tash e thotë, mirë e keni këtë, ama ju keni pranuar gjuhën se këtë atë, nuk mund të bëhesh mandatar. Një infinita nuk i ka më 20 ditë, tash deri kur të akumulohen 61 nënshkrim, ajo mund të zgjatë hipotetikisht themi edhe 6 muaj, edhe 1 vjet, se ai do t'i presë sikur në rastin e Belgjikës. Pa ai do të presë që mbetën 1 vjet e gjysmë pa. Pa këtu është ai instrumentalizimi i presidentit Ivanov. Do të presë 6, ato nuk është se ai nuk e ka tash se 20 ditët që parashek kushtetuta fillojnë nga dita kur kryetari i shtetit ia beson mandatin mandatorit. Preja ditë fillojnë 20 ditë. Tash nuk ka, kur të mlidhni, kur t'i paraqitet një grup për 61. Jo, ka një afat, është ka një mundësi manovrim për 8 ditësh. Edhe kështë mund të zgjas lojën për 8 ditësh. Nëse nuk siguron në shkrimet? Po nuk siguron, me njëherë opcioni qëtër, jo i BDS, po vjen një opcion ndoshta edhe të jashtëmeve, koalicioni gjerë, që mund edhe të refuzoj vëmërojë se të mos mund të funksionoj atë shumë. Koalicioni i gjerë nuk më duk mua i pranum edhe në bas prononcimeve të cilë patën edhe vëmëroja edhe për dy partitë shqiptare Besa dhe Aleanca, dysi pak edhe BDI-a nuk u konvenon. Nuk u konvenon as kujt e koalicioni i gjerë. Mund të parasysh se edhe shkumja në zgjedhje është e komplikuar me këto shprastirat kushtetuese që janë të parqartë edhe kush se interpreton, mund të zgjasën 1 vjet të reje kjo qeveri që është, ne themi s'ka qeveri, s'ka kryetar parlamentit 24 orë ka qeveri, edhe buxheti që është caktuar për vitin e varshëm, që duhet të kenë shumë kujdes shqiptarët, nëse i kalojmë në shqiptarët, parti që do të përfaqësojnë shqiptarët, qoftë bashkë, qoftë pa një program të qartë që më së pari njerë t'i siguroj këtij popullit buxhet, pjesën e vetë të këtij buxheti për 4 miliardë e gjys. Nëse nuk kanë gjë, 4 miliardë e gjys do të shkojnë thjesht në dobi të Maqedonisë dhe mund të rrinë me këtë krizë ato dhe 20 vjet të tjera. Tanët janë mbështet për muri. Mund të shkohet, unë besoj se do të ndërhyjnë zgjidhja shumë kompromise mund të jetë që e patën herën e parë dhe se banë, për interesat vetë, edhe Lisa Dëmaj, edhe vëmëroj qeveri e ekspertëve. Edhe tash, qeveri e koalicionit të zgjeruar dëshkot në variantin që mund të jetë edhe me presion në qeverin e ekspertësh, edhe atë mund edhe platforma shqiptare, dhe kjo do të bëjnë shumë gjana, por në dom të shqiptare. Kur jemi, më falë, Fitim, kur jemi të parimi fituesi me fituesi. Ato desha dhe ta parashtroj si pyetje. Pse u shkel, në thot, kjo fituesi me fitues, kur ishin vetë ato që insistojshin në atë parim? Pra kështu, unë ndaj mendimin se parimi fituesi me fituesin që u etablua së pari herë nga zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim, ishte një blof, ishte kjo e qëllimshme për të shpërfaqur një konfuzitet në opinionin sidomos shqiptar, sepse parimi fituesi me fituesin nuk njohin kështu parimi teoritë e demokracisë. Parimi, si shta dhe profesori, fituesi me fituesin, më shumë vlen për vetë shqiptarët, elektoratin shqiptar. Sepse, po të mos ishte logjika e një subjekti politik e cila legjitimohet me më shumë mandate, atër do të hupte kuptimi i garës politike të vetë shqiptarëve. Ky parim, më shumë është çështje e vetë partive politike shqiptare në Maqedoni se sa e një mandatori. Nuk mund të jetë preferencë një mandatori se cilin subjekt do të marre nga kampi, kushtimisht thënë, nga kampi politik shqiptar. Ai është sipas një rregulle të pashkruar. Ai duhet të jetë, është i obliguar që së pari t'i ofroj partisë e cila është legjitimu me më shumë mandate nga kampi politik shqiptar. Për shkak se nëse i ka 61 deputet, ai mund të marrë një parti të vogël. Po s'mundet se nuk ja pranon kush atë parti, ai mund më marrë kur. Prandaj vetëm ky argument që theksove zoti Fitim është ajo që do të thotë se teoritë e demokracisë njohin shumicë parlamentare. Nuk njohin. Për shembull, çka hipotetikisht edhe realisht mund të ndodhe. Çka në një cikël zgjedhor ndodhen rezultat, një subjekt politik merr 25 mandate, i dyti merr 23, i treti merr 19, i katëri merr 12, i pesti 8, 9 deri në 120. Ku është fituesi me fituesi?
Ti dytë parët pësë një bësh 50 mandate. Dhe më tonë, nuk sqarohen çështjet ashtu si zoti Bujar Osmani që e tabloj fitusin me fitusin. Ajo është një lajthitje e sofistikuar për ta turbullu opinionin shqiptar. Por, është fatmirësi që opinioni tani din t'i dallojnë se cili është mashtrim dhe cili është realitet për të vepruar. Zotri Njazib, tani BDI-ja më duket se është në një situatë jo shumë të lakmueshme. Nga ana tjetër i imponohet të marrë një zgjidhje të domosdoshme të shkon në një koalicion me njërin apo tjetrën palë. Nga ana tjetër më duken se mbrenda partisë më shumë insistojnë që të qëndrojnë në opozitë për shkak se qëndrimi në qeverisje gjatë kohë do thotë sikur i ka harxhu. Është opozita si një shpëtim i BDI-s? Po tash, edhe këtë opcion që thonë në opozit, po pa BDI s'ka as qeveri, as opozit. As zgjedhjet para kohës. As zgjedhjet. Këto është, ato... Kanë gjetë momentin e gabuar për të shku në opozit. Si do t'jetë në opozit? Këto parti shqiptare kanë 10 mandate. Pa 2-3 mandate të BDI-s, nuk mund të ketë qeveri. Nëse bëhet qeveri ndërmjet VMRO-s dhe LSDM-s e disa partive, atër mund të themi se mund të zgjedhë opozit. Në koalicion zgjeru mund të zgjedhë opozit. Në këto raste ku varet çdo lëvizje në të dy krahat për përpjekje për të bërë qeveri, varet prej qëndrimit të saj, prej përfshirjes së saj, të keq as praktikisht ka mundësi të jetë opozit, ose nëse luajnë atë rolin atë që thash unë të shkëpusin 3-4 veta, rolin e PPD-s si shkreti shqiptarët, jemi në qeveri, por jemi opozit e qeverisë, i thoshin edhe... Ose qeverinë në hije, ha? Jo, koalicion konfliktuar, një mashtrim më i madh si s'ka pas që të bëhet, e tash besoj se këto e kanë marrë këtë mashtrim më të madh të PPD-s se kanë ambalazhu me një formë tjetër. Ashtu më duket mu dhe është absurde ajo. O do ketë qeveri nëse përfshihet BDI-ja, ose në rastin më të, do të thonë, qeveri e zgjeruar, po prapë s'do ketë, se faktori ndërkombëtar nuk do të lënë parti me më shumë mandate të shqiptare të jetë jashtë qeverisë të koalicionit të zgjeruar. Atëherë mund ta zgjedhë rolin e vet prej opozitë, mirë po një opozitë që ka bishtin e shkelur në 2-3 mandatet qeveritare, edhe institucionalisht nuk mund të luajë rolin e opozitës, ato dinë këto gjëra, kështu që më duket pak e çuditshme këtë opsioni i opozitës si mund të realizohet. Zoti Aliu, e njëjta pyetje edhe për juve. Është moment i shpëtimit për qëndrim në opozitë apo është Zoti Kryeziu, unë ndaj mendimin se Bashkimi Demokratik për integrim në cilin do variant të çfarëdo formati të qeverisë, por qoftë edhe hipotetikisht themi të qenurit opozit, ashtu siç proklamojnë edhe vetë, janë alternativa, variante të cilat do të jenë humbse, cilat do humbse në aspektin si subjekt politik do të jetë. Për arsye se por që se Bashkimi Demokratik për Integrim dhe zoti Ali Ahmeti, që ka dhe autorizim statutar, si duket, në 5 minuta më 12 me 11 dhjetor, po të kishtë deklaruar para opinionit maqoni, elektoratit shqiptar, se ne e morëm porosin nga elektorati shqiptar, ne morëm kaq mandate, megjithatë Bashkimi Demokratik për Integrim do të qëndroj, por këtë e flas me 11 dhjetor, 5 minuta më 12, do të qëndroj në opozit dhe do të fillojmë të rikonsolidojmë strukturat e partisë dhe të shohim se ku kemi gabuar për këtë shuplak të madhe politike që ja dha elektorati shqiptar. Me atë momentum politik, BDI-ja do të kishte kapital më të madh edhe karshi faktorit ndërkombëtar, edhe karshi partive tjera të bllokut kushtimisht të kampit maqedonas. Atëherë, me atë prononcim të 11 dhjetorit, vetë ky farmandatari apo edhe vetë përfaqësuesi i opozitës Zoran Zaev, ata do të shkojshin në recit të vogël, se ajo është prononcuar se do të mbeten dhe ata ose faktori ndërkombëtar do ta bindçin me argumente se ai duhet pjesë. Patjetër tjetë se i ka, por kështu bëhet politika.
Ata e shpallën partinë fituese, ndërsa shpallën se gjoja kanë humbë shqiptarët, që s'është e vërtet. Pesha politike e faktori shqiptar me këtë konstelacion të forcave mund të mos ndodh asnjëherë në histori të cikleve zgjedhore në maqëni të ndodh kjo peshë. Andaj nuk patën qasje serioze, këte mund edhe në të vetë kuptohen sepse nuk kanë mund të veprojnë kështu për arsye se ata janë më një ortaki mbi një dekadë, ata janë të kapur si subjekt politik dhe si establishment politik nga veprimet për të cilët i ka të medituara, të monitoruara vetë ortaku i tyre Bile unë fitim disa herë kam pas qasje se establishmenti i partive që ishtë PDSH-ja dhe BDI-ja me gjithë këtë katrahur të tymosjes ambientit politik i Maqedoni me projektin e vërteta për Maqedoninë, kjo u bon një tymosje madhe sa që këta e humbën edhe dignitetin këta establishmente nuk janë nuk janë me një fjalë me plot dignitetin politik për të përfaqësuar shqiptarët. Ata u denigruan nga vetë ortakët e tyre, u denigruan. Prandaj humbi edhe besimi edhe te elektorati shqiptar. Edhe ta rumbullazoj këtë BDI-ja në cilën do variant të çdo formati si subjekt politik ndaj mendimin se do të jetë humbse, por ajo duhet të shfrytëzojë mjeshtrinë që të zgjedh alternativën ku më pak do të jenë humbës edhe si elektorat shqiptar, si përfaqësues shqiptarëve, edhe si subjekt politik. Të zgjedhin variantin që më pak të kenë dëm në aspektin politik. Po, jemi në 10 minutat e fundit, na kanë vetë edhe disa pyetje kisha dashur pak më konkret jemi edhe më shkurt. Zotëri Mameti, si pa të rolin këtu të lëvizjes Besa dhe të Aleancës? Disi janë pak më të tërhequra nga këto vendime, disi sikur po shojnë? Jo, po ato realisht po ashtu edhe ato janë të lidhën me u bashkohet apo jo BDI që mandetën. Mirë po më duket se i vendun ato pikat, ato vijet e kuqi shumë lartë i vendun që është shumë problem që edhe për parti tjera të ndjekin. Jo, pak ato ranë më një shërë me atë platformën e shqiptarët, se është një defekt i madh të shqiptarët, as tekstet e huaja i lexojnë kur japën, as tekstet e veta që i nënshkruajnë. Dhe unë ato qarta se u duk se edhe vetë Besa dhe LRPDSH-ja nuk e kanë lexuar tekstin e platformës, ose nuk kanë kontribuar në ridefinimin e saj, bjefqala. Mund të ketë bërë BDI-ja pikën e parë për gjenocidin në Këndaje. Më dy partitë e tjera opozitare, po të mbroshin interesat thjesht të shqiptarët, do t'i thoshin ngadale. Ne ti erdhe si përfaqësuesi i atij gjenocidi 13-s apo si përfaqësuesi i UÇK-s, gjysmën e së cilës e ka lënë pa status me ligjin për brënitelet, me pakos sociale, ne dy partitë propozojmë që pikë e parë në koalicionim të jetë rregullimi me ligj i statusit të veteranëve të UÇK-s, ata që kanë faktikisht nuk ka nevojë për ndërhyrje kushtetuese, zgjerrimi ose riformulimi i ligjit për brënitelat. Pikë e parë, por që se të treja palët do të mbrojshin intereset e një fryte për së cilës janë ullë aty. Si kanë mund këto të lejojnë mëse lezojnë këtë formulim absurd që të merrim shqiptarët me një gjenocid që s'dish kujt i kërkosh përgjegjësi dhe dihet, ose ta fus ky gjenocidin e vet prej të tjerëve, nuk kanë këm gol në definimin e statusit të ishte. Në momentin ti kthehemi numrave të këtyre dy subjekteve politike për themelimin e qeverisë së re. Ku mund të ndikojnë edhe si është këto fare mund të ndikojnë pa vendos BDI, çdo gjë tjetër, ose vendos VMRO LSDM në koalicion, edhe të marrën edhe shqiptarët që të qojnë, atëherë mund të kenë rol ato, shkojnë apo nuk shkojnë, dikush për tyre mund të thotë se nuk shkojnë të zonë se PDSH-ja, ne. Kështu që në asnjë variant këto s'mund të ndikojnë, por mund të ndikojnë që të qëndrojnë, të mbrojnë në pozicionet e platformës, disa pika që janë kyçe aty që në koalicionin e parë që e bërë të zonë BDI me këtë, ka pas një pikë edhe 3-4 tjere të anëshkalume, të zonë se janë nënshkrues të asaj platforme. Këto gjëra mund të bëjnë gjëra që me përfshirjen e këtyre, nëse përfshirin tonë shqiptarët, interesat më të gjera të asaj platforme të
implementohen. Ose mund edhe këto të shkojnë pas këtyne, gjurmave të këtyne, dhe unë nuk besoj se këto zgjedhjen në çfarë variante dhe Partia Shqiptare do të luajnë në interesin e shqiptarëve, do të jetë një mësim i mirë, por i shkurt, kohë shkurt për shqiptarët që të shikojnë ardhmërinë si tash të qetë në pikpamjet e organizimit politik dhe partijak të vetën. Jo të ndjekin dhe të legjitimojnë organizime, rikonfigurime partijake që u sjellin të tjerë dhe ne vetëm i legjitimojnë. Këto është. Zoti Aliu, si po të rolin e BES-së dhe të Aleancës? Po në aspektin e nënshkrimit të deklaratës politike, se realisht, edhe ashtu është e titulluar, ajo është deklaratë politike, është gabim fatal që thonë platformë politike. Ajo nuk është platformë e partive politike shqiptare, është vetëm deklaratë. Këto janë dy nocione që e keni të qartë se dallojnë njëra prej tjetrës. Do është një deklaratë që ka disa premisa. Nuk do të thotë që nuk ka defekte, por është një deklaratë që unifikoi sadokudo një qëndrim politik. Të gjitha ata premisat të asaj deklarate, pa ndryshime kushtetuese, pa ndryshimin e konceptit kushtetues, konceptit juridiko-politik të vendit, nuk mund të implementohen si sistem ata. Edhe pse ndryshimi kushtetues tani kërkon 2/3 ata nuk janë, por rilindja me BES dhe Aleanca për shqiptarët në këtë momentum politik ndaj mendimin se janë një lloj puki e cila mund të deshifroje çdo devijim të BDI-s, e cila si subjekt politik ka mandatet pa të cilën condicio sine qua non thuhet në parim drejtësi, një kusht pa të cilin nuk mundet, që mund ta deshifrojë nëse ata devijojnë nga ajo për të cilën këta do të mbrojnë. Asnjë koalicion, qoftë edhe me LSDM, me opozitën maqedonase, nuk do të mund të përmbush të gjitha premisat që janë në atë deklaratë. Nuk do të mund të gjithë. Por çka është ajo, po që se bëhet një format i një qeverisë. Faktori ndërkombëtar do të kërkojë të bëjnë reformën që parasheh raporti special i Komisionit Evropian të kryesuar nga zoti Pribe. Kjo është e para, funksionimi i prokurorisë speciale, pas undim të së drejtës, pas undim të së drejtës nuk kesti çka lip as lirin, as barazin me një shoqëri. Por gjitha këta janë të ndërlidhura. Mendoj që si pas mendimit tim edhe rilindja me BES-e dhe Aleanca për shqiptarët nuk janë të qartësume, po megjithatë ma merr mendja se ata do të japin prononcime më të qarta se çka mendojnë për këtë situatë politike, se ata King Gërsh do të mund të kërkojë që të votojë një grup parlamentar, për shembull i rilindjes me BES apo Aleancës, të votojë një format të qeverisë, por nuk do të thotë se të jese edhe pjesëmarrës në ekzekutiv. Mund të ta votojë. Shiko, edhe me profesorin paraprakisht kemi biseduar. Shumica parlamentare është si gjithçka, relative është. Po mbas 5 muajve ti mund të kesh riprendim të fanellës partijake të 2-3 mandateve dhe ke një tjetër shumicë parlamentare. Qoftë me vlerë, qoftë me forma të ndryshme të korruptimit, për arsye se ne kemi. Po thoni se i ka hyrë çmimi tash deputetit? Ju lutem, kjo shoqëri jeton në kornizat të deformuara në aspektin e keqpërdërimit me pushtetin me përmasa galopante, andaj edhe këto do të jenë tash lëvrohet në Maqedoni njëri grup për të bë 2-3 deputet që të jenë për të efektuar zgjedhjet parakohshme, tjetri grup për të bë 61 e më tepër. Dhe kjo është për arsye se Maqedonia, siç kemi biseduar edhe me profesorin shpesh, vetë sistemin dhe në fakt modelin zgjedhor e ka me listat të mbyllura, ai ka vendosën sejmen në listat e tyre dhe ai zbaton urdhrat që jep lideri i partisë, a lideri i partisë çfarë unë shpesh kam thënë, ne nuk mund si opinionist të dim se çka ka në kokën e zotit Ahmeti apo këtij Ziadin Seles apo Bilal Kasamit. Ne analizojmë dhe japim opinione, veprimet e tyre dhe parimet që njohin teoritë e demokracisë dhe politikës. Zoti Mahmeti, shumë shkurt kisha dashur, të cilat kanë qenë porositë, të cilat kanë mund edhe duhet të drejtoheshin Ivanovit nga Partia Shqiptare? Po ato mund të të mbajnë qëndrimet e veta, sigurisht këtë që u ka thënë se të më garantoni për karakterin unitare, u ka thënë edhe shqiptarëve. Dhe ato të bëjnë përplasjen e parë, të zonë sela e qetri, me këtë dijet, edhe nuk e di se në çfarë variantesh ato kanë shpreh gatishmërinë për të hutur në këtë formulën e bisedimeve të presidentit,
Po unë besoj se nuk e kanë lexuar mirë mesazhin dekuptimsh të presidentit. Gjeni 61 do ta njohë si mandat që ishte solucioni, nëse nuk e thirr presidenti mandatarin, ishte mundësia i gjej 61, ja dërgosh listën me nënshkrime dhe ai patjetër ta njohë. Edhe pjesa e dytë atë mesazhi që garancim me shkrim se antikushtetuese as në funksionin e tij dhe nuk e di si në çfarë mënyre. Jashtë kompetencave është. Jashtë kompetenca dhe ka bën që të më japë garant që mund të arzohet tash si sebeb mandatarin e arshëm nëse nuk e jep garanci. E dyta, është obligative, qoftë përmes një deklarate ose ato që janë mediat rreth LSDM-s ose ato shqiptarë që i mbështeten, ta sqarojnë këtë çështje. Si të sillet, ato të marrë si shkas Zaevi që ta anuloje pikat e platformës shqiptare, ta themi kushtimisht, për të koalicionuar, ose është sheri përbashkët Maqedonë, ndër Maqedonas, për ta anuluar dhe atë çfarë kuptimi do kishte të bësh qeveri. Ky mesazh duhet të kuptohet në këtë mënyrë, është një lexim i imi, por për mua është shumë shqetësues se këtë mund të përdorin të dyja palët, edhe VMRO-ja dhe LSDM-ja, se me këto kërkesa, dhe se nuk janë kërkesa që prishin karakterin unitar. Ajo është absurde që tani ti kualifikosh që të tilla, do ta gjejnë një shkak që gjithë këtë grup edhe këtë situatë të shqiptarët ta funksionalizojnë në interese prapë pa në Maqedonë se sa në interese të shqiptarëve. Zotri Aliu, si e patë takimin të cilin e pati Bashkimi Demokratik për Integrim me presidentin Ivanov? Deri tani nuk e ka njoft si president, ndërsa tani në një farë mënyre e legjitimoj. Është kjo legjitimim i Ivanovit nga ana e BD-s apo? Po përsëri, zoti Fiti, merrem të ajo se subjekti politik nuk ka target, nuk ka konceptin se si të bëj politikën. Pra, në vazhdimsi, në fakt zgjedhjet presidenciale ishin koncepti konstruuar, ajo nuk ishte kur farë bojkoti, për të ishte koncepti konstruuar, por të mos flasim ajo vesh më ka kalu. Ajo që zoti Ahmeti ishte në takim, as shkruan në një akt juridik se duhet pa tjetër lideri partisë. Mund të edhe një nën kryetar të shkoje, me që është e domosdoshme ajo që ti përgjigjesh fundja fundit për shkak të kulturës, për shkak të qytetërimit, por nuk do të thoshte të shkote lideri i partisë, se ti nuk e ke njoh legitimitetin, ti ja ke njoh vetëm legalitetin, e jo legitimitetin. Dhe ti deklarohesh në mënyrën më absurde se unë sot kam vepruar me kokë e jo me zemër. Demek nuk e njoh. Ajo është një perverzitet i skajshëm që përsëri është një petull që nuk pin ujë te opinioni. Mund të shkojte dy nën kryetar të subjektit politik të takohen me presidentin. Do me thonë ty të bësh një gest që ende do ta nënvlerësosh me një eshallon të dytë në takimin i cili është i domosdoshëm. Ata shkuan dhe thotë, pa ju lutem në qoftë se do ta dekretoje presidenti, ti do të hish të participosh në qeverit cilën e dekreton presidentit cilin ti e llogaritish. Këto janë mashtrime, këto janë lejthi. Ju lutem ata një të tretën, kur vendi ishte nën njësi zgjedhore në diasporë, thanë se janë të falsifikuar me zgjedhjet. Një treta e njësive zgjedhore, do të thotë në diasporë, aty participon në qeveri. Edhe nuk e njeh legitimitetin e presidentit participon. Ato janë absurditete që nuk i bëjnë një parti e cila mund të ketë një strukturë më nonshallante. Ajo një parti që ka vetëm një bagazh shumë interesant dhe ka një përvojë 15 vjeçare. Prandaj këto janë sjellje me të vërtet aq të ulta, saqë ne që në vazhdimsi ndjekim këta veprime duken vërtet qesharake. Ne do të përkrajmë çdo qëndrim politik i cili do të konsolidojë më tepër peshën politike të elektoratit shqiptar maqedonisë, nga cili do lider tjetë, edhe nga zoti Ahmeti, po t'jetë ato. Mirëma, këta veprime që janë krejtësisht të lexueshme, çdo qytetar dhe qytetari më i rëndomt në mënyrën e vet, ai të thotë 10 fjali se këta politikan kanë konceptin mashtrues, ata janë të demistifikuar. Paramendoni një qytetar i rëndomt e din se çfarë veprimi do të merr për shembull BDI-ja apo VMRO-ja apo LSDM-ja mbas një jave. Veç është mbjellën kokë. Do me thonë,
Kjo skenë politike në Maqedoni është e stërmbushur me politikan mashtrues, të cilët tani shpërfaqin edhe ata sintagmat nacionaliste, a ky shtet ka shansa reale që të përparojë, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e konsolidimit demokracisë, qoftë në aspektin e pasjes së institucioneve me kapaciteteve të plota. Por, fatkeqësisht, sistemi me lista të mbyllura ka etablu në skenën politike politikan të cilët do të shohim më të tjese, jo që janë mashtrues, por edhe janë të korruptuar deri në palc. Shpresojmë për një ditë më të mirë, zotëri Aliu. Unë ju falenderoj përzemërsisht edhe juve, zotëri Njazi, që ishit pjesë e emisionit Studio e Hapur në gjuhën shqipe dhe sado kudo gjatë këtij afati, do thot 1 orësh, kemi kontribuar sado kudo që opinionit ta pastrojmë nga këto dilemat politike. Ju falenderoj edhe një herë për prezencën tuaj në emision, ndërsa juve shikues të nderoj, ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa takim të radhës ju lë të shtunën e ardhshme me fillim në ora 18. Deri atëherë, mirëmbëngjes.